Pronarët e kompanisë Euroswiss ka 13 vjet që kanë sjellë makineria aksesorë orendish nga Zvicra, duke prodhuar jo vetëm për tregun vendor, por edhe për atë të shtetit helvetik. Por sot vëllezërit Naem me Bujar Baliu kanë hapur mjediset e kompanisë për sipërmarrës dhe qytetar, duke u ekspozuar atyre modelet më të reja të makinerive nga Zvicra dhe jo vetëm. Vet Naem Baliu ka shpjeguar vizitorëve pjesë të makinerive dhe të pajisjeve të kuzhinës. Çat ka pak 1 milion dekoracion për mi tavorin punës. Këtë procesi shembull është prap shembull. Ose 1 milion kështu, ose 1 milion këtu me përveçim. Për çfarë është? Këta zistran janë të parë, që 40 vjet që kanë zbuluar shportat në kuzhina. I kanë filluar dhe probleme me hosa që kjo firma ka filluar i ka zhvilluar seri shembull. Edhe këtë material të riciklueshëm nuk është asnjë shumë e rëndësishme. Për shembull, ato janë biodegraduese. Po, me që dikun të një pemë, të një diçka, të një... Ose tjetra, për shembull, a e ke po që po rrjedhin thost. Gjanat e langshme i qetë këtu, të paktën, kur po dëmi gju krejt, e shpros këto, e shpros edhe shkon për një moment. Nëse e qetë qajnë, për shembull, qajnë që e pinana, e qetë të thesi kryesor, ajo tani rrjedh. Në panairin që do të jetë i hapur edhe nesër, vizitorët kanë mundësinë të informohen hollësisht për makineritë në fushën e përpunimit të drurit. Këtë e dim një fakt, domethënë që sa vite prej maslutit, domethënë gjitha panairet e na nuk ka pas makinerisë ose prezantim makinerisë, domethënë që 10 vite kanë filluar. Ta shkolla edhe brendi tjera që afrojnë që shesin një përgatit djemëtri gjithmonë do të më shko ose në Maqedoni ose në Serbi, bile as Shqipëri nuk ka pas. Edhe mu më vjen keq që disa brende botërore shembull, Serbia e përfaqëson shembull gjitha e përfaqëson me Shqipëri, me Maqedoni, Maqedonia i ka 2-3 brende, që edhe tregun e Kosovës, edhe tregun e Shqipërisë, shumë ndihna keq që ajo shitjen e bën komplet e bën Kosovë 80% edhe Shqipëri, a e ka domethënë e merr fitimin, e merr stafin, gjitha vinë atje komplet. Në vetëm porën e bardhë atje. Në këtë panair ka makineri edhe nga Gjermania dhe Austria, prej nga Euroswiss ka të drejtën e importit dhe të shitjes. Baliu ka thënë se prodhuesit nga Kosova mund të deportojnë në tregun e shteteve gjermanisht folse vetëm duke ofruar prodhime cilësore. Ai ka thënë se blerësit potenciale kanë një përparësi, pasi që kompania e tij ofron detaje të hollësishme për funksionimin e makinerive, duke ofruar një herësh edhe shërbimin e servisimit të tyre. Edhe mendoj që to duhet gjitha edhe institucionet me godit. Atë weekend me hulumtue ka djemtri edhe në Kosovë që bëjnë hulumtue vetëm tregun e Gjermanisë, vetëm tregun e Suedisë, çka mundesh me eksportue në treg Suedisë, se nuk janë ndryshojnë shijet, ndryshojnë dizajn. Kur të arrijmë çito, besoj se është arrit suksesi. Flasim për branshën e mobilerisë. Për shembull, po edhe në bransha të tjera, në lami të tjera të metalit, të plastikës, ato duhet me marrë specifikat e secilit treg veç me kërkuar. Përveç importit, kompania merret edhe me prodhimin e orendive të ndryshme, të cilat i eksporton edhe në disa shtete evropiane, por sidomos në Zvicër ku Euroswiss ka dhe përfaqësinë e saj zyrtare. Ose për një firmë që është lider.